Nëse na herë ke mendu që krishterët e kanë shpik trinin ose konceptin i trinis, çka të them në këtë video, edhe në të tjerë që vinë, mundet me ta ndryshu krejt mendimin. E nëse je besimtar, bëhu gati me pa diçka që zbesoj që të kanë mësu na herë në kish. Me siguri i keni shpesh këto akuza. Jezusi kur sa që është Zot, ose trinia nuk është në dhjetën e vjetër, ose të krishterët veç i kanë vjedhë idetë prej paganëve. Do t'i marrë krejt këto me radhë, video pas video, por sot, po du m'ja nis prej dhjetës e vjetër të Danieli, kapitulli 7. Këtu Danieli she një vegim, 2 frone në qiell, njoni për të lashtin e ditëve, e tjetri për një që u quajt biri i njeriut, edhe ai po vjen mbi re. E tash, ki nevojë me kuptu se në botën e lashtë, me ardhë mbi re, s'ukon veç ndonjë metaforë e bukur, ish shenje hynie. Vetëm Zoti i plot fuqishëm ishte përshkruar në këtë mënyrë, si një që vjen mbi re. E Jezusi, bëz është Jezusi, kur u morë në pyetje para kryqëzimit e tij, në Markun kapitulli 14, ai citon pikërisht këtë pasazh të Danielit, po e thot qartë: unë jam ai mbi ret. Kry prifti çkyn petkun. Pse? Se ai e kuptoi shumë mirë çka tha Jezusi. Koncepti që Zoti është një në qenie, po më shumë se një person, nuk filloj me paljen. Fillojnë prej zanafiles e shkon deri te zbulesa. Hebrejt e hershëm e kishin vrejt. Ata e quajtin këtë koncept 2 fuqi në qiell. Edhe Danieli 7 është njëri prej arsyeve pse. 2 frone, 2 figura, adhurim për të dy. Mendo pak për këtë. Edhe shka lexoje vet. Në videon tjetër do të shohim se si Zoti zbret zjarr prej Zotit. Bën një atak dikujt që thot Jezusi sta që është Zot. Edhe bëje follow se veç po nxehet puna.